Fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra. Hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. Projekti, bëje. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. Mateu 18:22. Jezusi i tha, unë nuk të them deri 7 herë, por deri 70 herë 7. Mateu 19:14. Por Jezusi tha, i lini fëmijët e vegjël të vinë tek unë, sepse atyre u përket mbretëria e qiejve. Mateu 19:19. Ndero atin tënd dhe nënën tënde dhe duaje të afërmin tënd si veten tënde. Mateu 19:21. Jezusi i tha, në qoftë se do të jesh i përsosur, shko, shit që të kesh, jepua të varfërve dhe ti do të kesh një thesar në qiell, pastaj eja dhe më ndiq mua. Mateu 20:27. Dhe kush do prej jush që do të doje të jetë i pari, qoftë sklavi juaj. Mateu 22:21. Ata i thanë, e Cezarit. Atëherë ai u tha atyre, jepni, pra, Cezarit atë që i përket Cezarit dhe Perëndisë atë që i përket Perëndisë. Mateu 22:37. Dhe Jezusi i tha, duaje Zotin, Perëndinë tënde me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Mateu 22:39. Dhe i dyti, i ngjashëm me këtë, është, duaje të afërmin tënd por si vetveten. Mateu 23:3. Zbatoni, pra, dhe bëni gjithçka të, ju thonë të zbatoni, por mos bëni si bëjnë ata, sepse thonë, por nuk e bëjnë. Mateu 23:11. Dhe më i madhi prej jush le të jetë shërbëtori juaj. Mateu 23:23. Mirë ju, skribë dhe farisinj hipokrit. Sepse ju llogaritni të 10-ën e mëndrës, të koprës dhe të barit të gjumit, dhe lini pas dore gjërat më të rëndësishme të ligjit, gjyqin, mëshirën dhe besimin, këto gjëra duhet t'i praktikoni pa i lënë pas dore të tjerat. Mateu 23:26. Farise i verbër. Pastro më parë për brenda kupën dhe pjatën, që edhe për jashta të jetë e pastër. Mateu 24:44. Prandaj edhe ju jini gati, sepse biri i njeriut do të vijë në atë orë kur ju nuk mendoni.
Mateu 25:13. Prandaj rini zgjuar, sepse nuk e dini as ditën as orën në të cilët do të vijë Biri i Njeriut. Mateu 25:30. Dhe flakeni në errësirën e jashtme këtë shërbëtor të pavlefshëm. Atje do të jetë e qara dhe kërcëllim dhëmbësh. Mateu 26:41. Rini zgjuar dhe lutuni, që të mos bini në tundim, sepse fryma është gati, por mishi është i dobët. Mateu 28:19. Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar në emër të Atit e të Birit e të Frymës së Shenjtë. Mateu 28:20. Dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës. Amen. Marku 8:15. Dhe Jezusi i qortoi duke thënë, kini kujdes, ruhuni nga majaja e farisejve dhe nga majaja e Herodit. Marku 9:35. Atëherë ai i thiri të 12 dhe u tha atyre, nëse dikush don të jetë i pari, le të bëhet i fundit i të gjithëve dhe shërbëtori i të gjithëve. Marku 9:43. Tani nëse dora jote të skandalizon për mëkat, preje, është më mirë për ty të hysh dorëcung në jetë, sesa të kesh dy duar dhe të shkosh në Gehena, në zjarin e pashueshëm. Marku 9:45. Dhe nëse këmba jote të skandalizon për mëkat, preje, është më mirë për ty të hysh i qalë në jetë, se sa të kesh dy këmbë dhe të hedhin në Gehena, në zjarin e pashueshëm. Marku 9:47. Dhe nëse syri yt të skandalizon për mëkat, nxire, është më mirë për ty të hysh me një sy në jetës, sesa të kesh dy sy dhe të hedhin në Gehenën e zjarit. Marku 9:50. Kripa është e mirë, por nëse kripa bëhet e amësht, me se do të i jepni shijen. Kini kripë në vetvete dhe jetoni në paqe njeri me tjetrin. Marku 10:19. Ti i njeh urdhërimet, mos shkel kurorën. Mos vrit. Mos vidh. Mos bëj dëshmi të rreme. Mos mashtro. Ndero atin tënd dhe nënën tënde. Marku 10:43. Por kjo duhet të ndodhë midis jush, madje ai nga ju që do të dojë të bëhet i madh, do të jetë shërbëtori juaj. Marku 10:44. Dhe kushdo nga ju që do të dojë të jetë i pari, do të jetë sklavi i të gjithëve. Marku 11:24. Prandaj po ju them, të gjitha ato që ju kërkoni duke lutur, besoni se do të i merrni dhe ju do të i merrni. Marku 11:25. Dhe kur nisni të luteni, nëse keni diçka kundër ndokujt, faleni, që edhe ati juaj që është në qiejt të ju falë mëkatet tuaja. Marku 12:30. Dhe, duaje Zotin, Perëndinë tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë mendjen tënde e me gjithë forcën tënde. Ky është i pari urdhërim. Marku 12:31. Dhe i dyti i ngjan këtij, duaje të afërmin tënd por si vetveten. Nuk ka urdhërim tjetër më të madh se këta. Marku 13:11. Tani, kur t'ju çojnë për t'ju dorëzuar në duart e tyre, mos u shqetësoni që më parë për atë që do të duhet të thoni dhe mos e paramendoni, por thoni çfarë t'ju jepet në atë çast, sepse nuk jeni ju që flisni, por fryma e shenjtë.
Marku 13:33. Tregoni kujdes, rini zgjuar dhe lutuni, sepse nuk e dini kur do të jetë ai moment. Marku 13:36. Që ai, duke u kthyer papritmas, të mos ju gjejë në gjumë. Marku 13:37. Tani, këtë që po ju them juve, ua them të gjithëve, rini zgjuar. Marku 16:15. Pastaj u tha atyre, dilni në mbarë botën dhe i predikoni ungjillin çokrijese. Luka 5:4. Dhe kur mbaroi së foluri i tha Simonit, shko në të thella, dhe hidhni rjetat tuaja për të zënë peshk. Luka 6:27. Por unë po ju them juve që më dëgjoni, të i doni armiqtë të tuaj, u bëni të mirë atyre që ju urrejnë. Luka 6:28. Bekoni ata që ju mallkojnë dhe lutuni për ata që ju keqtrajtojnë. Luka 6:29. Nëse dikush të bie në njërin faqe, ktheja edhe tjetrën, dhe atij që të merr mantelin, mos e pengo të marrë edhe tunikën. Luka 6:30. Jepi kujtdo që kërkon prej teje, dhe nëse dikush merr gjën tënde, mos kërko të ta ktheje. Luka 6:31. Por, ashtu siç dëshironi që të ju bëjnë juve njerëzit, po ashtu bëni me ta. Luka 6:35. Por ju t'i doni armiqtë tuaj, bëni të mirë dhe jepni hua pa pasur shpresë për asgjë, dhe shpërblimi juaj do të jetë i madh dhe ju do të jeni bijtë shumë të lartit, sepse ai është mirëdashës me mosmirënjohësit dhe të mbrapshtët. Luka 6:36. Jini të mëshirshëm, pra, sikurse edhe ati juaj është i mëshirshëm. Luka 6:37. Mos gjykoni dhe nuk do të gjykoheni, mos dënoni dhe nuk do të dënoheni, falni dhe do të jeni të falur. Luka 6:38. Jepni dhe do të ju jepet, një masë e mirë, e ngjeshur, e tundur, gufuese do të ju derdhet në gjë, sepse me atë masë që do të matni, do të ju matet edhe juve gjithashtu. Luka 7:22. Dhe Jezusi duke u përgjigjur u tha atyre, shkoni dhe i thoni gjonit që keni parë dëgjuar, të verbërit fitojnë përsëri të parit, të qalet ecin, lebrozët po pastrohen, të shudhërit po dëgjojnë, të vdekurit po ringjallen, dhe ungjilli u shpallet të varfërve. Luka 8:39. Kthehu në shtëpinë tënde dhe trego çfarë gjërash të mëdha ka bërë Perëndia për ty. Dhe ai shkoi anë në qytetit duke treguar gjërat e mëdha që Jezusi bëri për të. Luka 8:50. Por Jezusi, mbasi i dëgjoi këto, i tha, mos gruaj, ti vetëm beso dhe ajo do të shpëtojë. Luka 9:60. Jezusi i tha, lëri të vdekurit t'i varrosin të vdekurit e vet, por ti shko dhe prediko mbretërinë e Perëndisë.